Mirë se ardhët në mbrëmjen e 4, njëherë është të parafundit të panajirit të librit në Prizren. Gjatë 3 netëve të kaluara, të cilat kaluan shumë shpejt, besoj edhe ju, por unë personalisht i shijuam mjaft diskutimet, bisedat me autorët të cilët i patëm si mysafir këtu. Sonte do të kemi 2 programe letrare, do të diskutojmë. Në fakt më shumë do të diskutojmë për studime se për letërsi, së pari me Durim Abdullaun, pastaj edhe me Bashmir Xhemajn. Siç e kemi bërë zakon në edicionet e fundit të panajirit të librit, për të dhënë një mirënjohje për personat të cilët kontribuojnë njëre nëse formën tjetër për këtë panajir, dhe fjala është jashta neve si organizator. Si vjetë kemi parapar një mirënjohje, do të vazhdojmë edhe viteve të tjera. Kështu që me motivacionin shprehim konsiderat të lartë për prezencën tuaj të vazhdueshme në auditorin e programit letrar të panajirit të librit Prizreni, duke nderuar autorët e promovuar dhe organizatorët, si dhe duke kontribuar në dokumentimin pamor të këtyre ngjarjeve përmes fotografisë, i shprehim mirënjohje zotërisë Syri Ramadanit, të cilin e ftoj këtu afër. Atëherë ftoj mysafirin e parë për këtë mbrëmje, zotëri Durim Abdullaun. Po dëgjohet. Metoda konvencionale. Atëherë edhe njëherë mirë se erdhët. Siç u kemi paralajmëruar, takimin e parë sonte do ta kemi me zotëri Durim Abdullaun, i cili është historian dhe gazetar nga Prishtina. Ka lindur në 1990, pra është bashkëmoshatar me mua, por se në Prishtinë. Ka studiuar për histori në Universitetin e Prishtinës, ku ka zhvilluar studime për letërsinë e utpërshkrimeve të shekullit 19 dhe gjysmës së parë të shekullit 20 për shqiptarët, si dhe për historinë e kulturës së shqiptarëve në mesjet dhe gjatë shekujve të parë të modernitetit. Tash në 90 ligjeron në Universitetin e Prishtinës në Fakultetin Filozofik. Ka punuar për 7 vite si gazetar televiziv i kulturës, kohë kjo gjatë së cilës ka realizuar 10 dokumentar televiziv, si dhe ka drejtuar një emision për librat. Abdullahu është autor dhe bashkautor i këtyre veprave. Miti dhe hapësira mitike, gjendjet dhe sfidat për librat shkollor të historisë në Shqipëri dhe Evropë juglindore, i botuar në Gjermani. Pastaj studimi bibliografik udhëpërshkrime shqiptare, Shqipëria dhe shqiptarët në veprat e udhëtarëve dhe misionarëve të huaj, 1800-1945. Pastaj monografisë për historinë e Universitetit të Prishtinës, 50 vjet universitet. I veprës Kosova antropologjike, botuar nga Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe i Studimit të Artit në Tiranë. I studimit 2 volumësh për historinë e Prishtinës me dokumente, studime dhe materiale Prishtina në histori.
si dhe i studimit bibliografik lufta e Kosovës 1997-1999, një bibliografi e përzgjedhur, për të cilën do të diskutojmë sot. Durim Abdullah është edhe autor dhe kuratori 3 ekspozitave dokumentare, udhëpërshkrime shqiptare me 100 libra dhe 50 fotografi, i ekspozitës Mote Universitare në 2020 në 50 vjetorin e Prishtinës, si dhe një ekspozitës Lufta e Kosovës 97-99 me 100 libra për luftën e Kosovës me rastin e 25 vjetorit të çlirimit të Kosovës. Profesor Abdullah, mirë se erdhët në Prizren dhe pranë këtij auditori të panelit të librit. Mirësëgjeta, e falenderoj shumë juve për ftesën, ndërkohë që ju kërkoj të falur për vonesën, e merr në anë që ishte jashtëzakonisht shumë trafik në hyrje qytetit, po edhe në një pjesë të autostradës për këto. Ne kemi auditorin të mirë kuptueshëm, sepse edhe ne i mirë kuptojmë kur këta vonohen. Prandaj është mirë kuptimi ndërsjell. Atëherë të fillojmë të diskutojmë për veprën të cilën po e shihni edhe ju përpara. Libri për luftën e Kosovës, i përgatitur me bashkëautorësi me Daviola Ndojan, përmban dokumentim të 7700 librave që janë shkruar në 28 gjuhë të ndryshme për një çerek shekulli. Atëherë, për fillim, nga ju lindi ideja dhe si keni vendosur t'i rrekeni një hulumtimi të tillë? Sa ishte sfiduese për juve që t'i dilni mban kësaj vepre? Faleminderit. Livri për cilën do flasim kryesisht sonte është një studim bibliografik, është një studim tipik si tu shkencëuar nga ata që vendomohin punë më shumë akademikëve dhe qarqeve akademike. Megjithëse duket shpjegullem shumë ka 1000 faqe, në fakt vetëm 130 faqe të para janë tekst i lexueshëm, gjithë pjesa tjetër është një koleksion i madh me tituj librash. Është një udhëzim për ata të cilët dëshirojnë të njihen me literaturën e shkruar për luftën në Kosovë, kudo në botë. Është një studim i cili është realizuar në 45 biblioteka të 43 shteteve të ndryshme të 4 kontinenteve. Sigurisht është i përqendruar tek shtetet e Evropës në radhë të parë, tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më pak në Azi edhe zona tjera të botës. Gjithsesi është një studim i cili është realizuar në 3 vitet e fundit, siç thatë dhe auditor Daviola Ndojan, që është një kolege studiuese nga Tirana, e cila jeton në Kanada, një studiuese e drejtave të njerëzit, e specializuar në studimet të Holokaustit, bashkë me cilën pa të menduar që nxjerrim këtë vepër, pa qenë as përsafermit të vetëdijshëm ose pa e parashikuar që numri i librave të shkruar për luftën e fundit në Kosovë është kaq i madh. Në diku 7 vitet e fundit, pa ta filluar të ndërtoj një koleksion privat librar në universitet në fakt, për librat e shkruar gjatë luftës së fundit në Kosovë, edhe pa ta vrej që ka vërtet shumë libra të shkruar për luftën e fundit në Kosovë. Por unë nuk kam besu se ky numër mund ta kaloj diku numrin në rastin më ekstrem ndoshta 2000. Ajo që na evidentuam në për biblioteka gjithë ndaj botës është që ky numër ishte shumë i madh. Në fakt, lufta e Kosovës së viteve 97-99 është një prej luftrave më të dokumentuara dhe një prej luftrave për cilat është shkruar më shumë në gjithë historinë e luftave. Po bëj vetëm një krahasim, sadërsh duket shumë i largët, si vjetë për 80 vite për përfundimit të luftës së dytë botërore. Dhe për të 80 vite në botë janë shkruar 80.000 libra për luftën e dytë botërore. Por është lufta e dytë botërore, më e madhe në historinë e njerëzimit. Ndërkohë që për vetëm gjysmë shekullit, për 25 vite, për luftën e fundit në Kosovë janë shkruar afër 8000 tituj. Diku vetëm 600 e ca prej tyre janë shkruar nga autorë shqiptar, ndërsa mbi 7000 të tjerë janë shumë nga autorë prej gjithandej botës. Këtu ka libra të shkruar në ose të përkthyer në 28 gjuhë të ndryshme të botës, dhe ato janë të përcjella në variantet e tyre të titujve sigurisht origjinal, duke përfshirë bibliotekën kombëtare të Japonisë, ku titujt janë lënë në japonisht.
dhe ka qenë një sfidë edhe teknike, ata që merren me bibliografi e dinë që kërkon goxha durim. Bibliotekat kombëtare në përballë përdorin sisteme të ndryshme të katalogimit dhe mënyra e hulumtimit në to kërkon pak shkatësi nga një herë edhe fat. Ne kemi përzgjedhur disa fjalë kyçe nëpërmjet cilave kemi kërkuar këto tituj. Fjalë si Kosova, Shqipëria, 99, lufta e Kosovës, uçek të njëjtat fjalë pastaj në gjuhën angleze në raport dhe në estonisht, rusisht e kështu me radhë. Harta e bibliotekave kombëtare të cilat ne kemi hulumtuar të shumë zgjedhje, në mënyrë se ne nuk i kemi vizituar këto 43 shtete. Hulumtimi është bërë online. Folë fakti që duke qenë biblioteka kombëtare, ato kanë sisteme shumë funksionale të katalogimit edhe nëpërmjet llogarive me parapagim do të kemi kontrollu katalogjet e tyre online. Në fakt, kontrollimi më i vështirë ka qenë pikërisht në bibliotekën kombëtare të Kosovës dhe Shqipërisë, që fatkeqësisht ende nuk kanë sisteme të mira të katalogimit dhe që paktën pas 26 biblioteka të tjera në botë kanë numër më të madh të librave për luftën e fundit të Kosovës, sa edhe të bibliotekave tona kombëtare në Prishtinë dhe në Tiranë. Ky luftim është bërë për një periudhë më pak se një vit, pastaj ka marrë shumë punë edhe i kemi marrë të zot titujt dhe i kemi radhitur në një sistem të vetëm bibliografik. Do të është dashur të përpunojnë të 10.000 titujt, sepse janë parafasisht gjithsej 10.000 tituj, kur heqim titujt e përsëritur që i njëjti libër mund gjendet në 7-10 biblioteka, ka rezultuar që kemi rrumbullaksuar si shifër 7.700 libra. Këtu nuk përfshihen edhe punimet shkencore, apo vetëm librat ekskluzivisht. Ekskluzivisht vetëm libra, ka qenë sepse është edhe numri i librave të shuar për luftën në Bosnjë është edhe më shumë se përgjysmë më i vogël se sa diku 3 fish më i vogël se sa librat e shuar për luftën e fundit në Kosovë. Pavarësisht që ka qenë luftë më e shtrirë në kohë, më e madhe me numër më të madh të viktimave. Mendoj që janë disa arsye, nëse shihni librat e shuar për luftën e fundit në Kosovë, në fakt në arenën ndërkombëtare lufta e fundit në Kosovë është veçanërisht e përqendruar sidomos tek 3 muajt e fundit të luftës, do të thotë që përkon në periudhën e fushatës bombardimeve të NATO-s mbi Jugosllavi dhe shumica e librave të shuar për luftën e fundit në Kosovë nga autorët e huaj është e përqendruar tek ajo pjesë. Janë një mori arsyesh, këtu tek hyrja e librit ka tek pjesa e studimit ka një kapitull veçantë që titullohet Veçoritë e luftës në Kosovë. Një prej tyre është ka qenë lufta e fundit në Europë në shekullin e 20 dhe luftrat në Jugosllavi janë luftrat e para në Europë pas përfundimit të luftës së dytë botërore. Shumë mësime të mësuara nga lufta e dytë botërore kanë shprehje në rastin e luftrave në Jugosllavi, duke përfshirë dhe luftën në Kosovë. Mungesa e një lufte tjetër aktive diku në botë ka ndikuar gjithashtu që vëmendja të shkojë drejt luftës në Kosovë. Pavarësisht që ka pas në këtë kohë disa grushtete, ka pas krizë turizme në disa vende të Afrikës e kështu me radhë, megjithatë asnjë prej këtyre nuk është konsideruar një krizë ndërkombëtare. Do të thotë lufta në Kosovë e 99-s nuk ka qenë thjesht lufta mes Jugosllavisë ose Serbisë dhe shqiptarëve në Kosovë, por është një luftë e cila ka përfshirë numër shumë të madh. Le të kujtojmë që kanë qenë 19 shtete anëtare të NATO-s që janë përfshirë në fushatën e bombardimeve mbi Jugosllavi. Rrëdhënisht të 19 shtetet, paktën për një periudhë më shumë se 3 muajore kanë qenë në gjendje lufte me Jugosllavinë. Pas kësaj edhe shtete tjera të cilat nuk kanë qenë të përfshira në mënyrë të drejtë për drejtë në luftë, sikur Rusia dhe Kina kanë qenë të angazhuara, Rusia më shumë, Kina më pak në bisedimet ndërkombëtare edhe në grupet ndërkombëtare të krijuara diplomatike në atë kohë për trajtuar çështjen e luftës fundit në Kosovë. Është ndërhyrja e parë totale e paktit të NATO-s në një vend që nga themelimi i saj dhe kjo ndërhyrje vjen vetëm një javë ose 10 ditë para 50 vjetorit të NATO-s. Madje NATO në atë kohë ka prit ose le të themi ka shtyni varfër me fushatën e bombardimeve të NATO-s, sepse atë kohë pritej antarësimi disa prej shteteve që janë përfshirë në fushatën e bombardimeve kanë qenë të antarësuara vetëm pak ditë përpara në NATO. Për të kaluar mandej tek fakti që tazëm është një luftë që vjen pak vite pas rënies së murit të Berlinit dhe përfundimit të luftës së ftohtë,
dhe është një luftë e cila është shfrytzuar nga Gjermania për ta thyer kushtimisht po them agjerimin e ushtrisë së saj. Lufta e Kosovës është lufta e parë dhe që prezidenti i shtetit ku ne jemi sot është vendi i parë ku ushtria gjermane ka ndërmarrë mirë fillim një operacion ushtarak që nga lufta e dytë botërore. Ka një mori të tjera të veçorive. Madje edhe në historinë e gazetarisë, lufta e Kosovës konsiderohet si një kapitull i veçantë sa i takon veçanërisht gazetarisë së luftrave, përkatësisht raportimet nga vend luftimet, për shkak se ndodhe një kohë kur zhvillimi i teknologjisë ka qenë shumë më i madh, nis mu përdor edhe valët e internetit në raportim si dush të drejt për drejt, edhe këtu do gjeni edhe ta zëm kujtoj ka një libër që titullohet pak a shumë kështu si e futi CNN-i Amerikën luftë. Do thotë ka studime të veçanta vetëm për mënyrën se si gazetarët kanë raportuar, edhe po ta krahasojmë me disa luftra të tjera të atyre dekadave, për shembull me luftën në Afganistan viteve të 10 apo edhe me luftën në Bosnë, megjithatë lufta në Kosovë ka qenë më e lehtë të raportohet për gazetarët e huaj. Ndër të tjera dhe për shkak të një diaspore të madhe që ka kriju Kosova paktën për viteve 70, sidomos e tutje në vendet të Evropës, që ka bërë që gazetarët e huaj kur kanë ardhur në Kosovë të raportojnë gjatë luftës, disa për cilën ka rastisë dhe mandej me intervistu, tregojnë se si ka qenë për ta më e lehtë sepse kanë takuar vazhdimisht njerëz që vetëm që kanë folur anglisht, po kanë folur edhe gjuhë të tyre, ta zëm gjermanisht, italisht, frëngjisht, norvegjisht. Dhe ka qenë shumë populli në këtë rast ka qenë shumë mikpritës edhe lehtësues për veprimtarinë e tyre. Po të bëhet një anket, të pyeten njerëzit se kur ka nisur dhe kur ka përfunduar lufta e fundit në Kosovë, besoj se shumica dërmuese do të thonë vitet 98-99, dhe po në kuptimin faktik në terren vitet 98-99 ka pas luftë në Kosovë. Po sipas jush, si historian që i analizoni proceset historike, kur duhet konsideruar piknisja e luftës së fundit në Kosovë? Unë nuk kam një përgjigje fikse për këto, po mund të diskutojmë për të, është një temë shumë e rëndësishme. Në fakt, po të vreni në titullin e librit, ne qëllimisht e kemi vendosur vitin 97 dhe jo 98, si fillimi i luftës së fundit në Kosovë. Mendoj që pa qëllim, në opinion, diku për 10 ose 15 vitet e fundit në Kosovë është imponuar më shumë vitin 98 si viti i fillimit të luftës. Po t'i lexojmë shkrimet edhe në media tona, në gazetat tona në vitet e para pas luftës jemi referuar si 97-99. Kur hyn në funksion le të themi më shumë Tribunali Penal Ndërkombëtar për Jugosllavinë në Hag, që merr datën 28 shkurt 98 për shkak se përkon me masakrën e parë në Kosovë që është në Likoshandën Qerez. Kjo pastaj ka dominu një farë sigur fillimi i luftës në Kosovë. Por kjo vlen për drejtësinë humanitare ndërkombëtare, nuk do të thotë që vlen për vetë historinë e luftës së fundit në Kosovë. Për te procedurave juridike po flasim, si proces që do ta lexojmë. Për te këtyre referencave juridike të drejtësisë ndërkombëtare, unë mendoj që fundi i 97-s shënon fillimin e luftës së fundit në Kosovë. Nëse duhet të kërkojmë një datë, kjo mund të jetë 25 nëntori ose mund të jetë 26 nëntori, ndoshta janë dy datat më të përshtatshme, ka të bëjë me dy epizode. I pari është sporadik kur një patrullë e policisë që po shoqëronte administratën e kohës shkon me sa duket me një pretekst për të mbledhur taksat në Vojnik të Drenicës edhe në lagjën Binaku hasnë një rezistencë banorëve që prodhon të nesërmën betejën e parë realisht ushtrisë kombëtare të Kosovës në Klysyr, përkatësisht në fshatën Rezall 3 më 26 në paraditën edhe mesditën e 26 nëntorit. Ajo besoj 26 nëntori 97-s mund të jetë data le të themi më konkurruese nëse duhet vemi një fillim për luftën e fundit në Kosovë. Ndërkohë që sa i takon fundit, është ndoshta edhe më e vështirë, ne vazhdojmë të referohemi këtë natyrshëm, unë besoj edhe me të drejtë 12 qershori si datë e çlirimit, por kjo nuk do të thotë prapë që është data e fundit të luftës. Kritere të tilla janë aplikuar për historianët edhe sa i takon luftës së dytë botërore, kur do të mënyra se si kur hyn trupat ruse në Berlin, nuk shënojnë fundin e luftës së dytë botërore, do të as kapitullimi i Gjermanisë që për më tepër përsëritet brenda 2 ditësh më tetë edhe me 9 maj, gjithashtu
nuk shënon fundin e luftës së dytë botërore. Është një temë për të diskutuar. Unë mendoj që largimi përfundimtar i trupave ushtarake dhe policore të Jugosllavisë prej Kosovës, që është në pak a shumë në mesnatën e 19 qershorit. Dhe dita e paret të nesërmës le themi 20 qershori dhe instalimi i 2 misioneve të OKB-s i UNIKut dhe i KFOR-it në Kosovë në atë ditë është pak a shumë Megjithatë 12 qershori vazhdon të mbetet si datë e çlirimit. E çlirimit gjithë vendit një herë. Po jo e fundit luftës. Po, jo e fundit luftës. Në kohë që po t'i kthehemi një herë Tribunalit të Hagës, zakonisht 20 qershori ka qenë dita cilës janë referuar si fundi luftës, por që juridiksioni i ndjekjes së krimeve të luftës është shtyr minimalisht deri në shtator të 19-s. Tash është aq aktual në publik stush akt akuzat ndaj krerëve të UÇK-s në gjykatën speciale e rikthen edhe një herë këtë temë në opinion po. Këtu ju keni hulumtuar për autorët e huaj, për literaturën e huaj që është shkruar në lidhje me luftën e Kosovës. Gjersa shumë libra për luftën janë shkruar edhe nga autorët shqiptar të Kosovës. Libra që janë kushtuar ndonjë betejë të caktuar ose ndonjë heroi ad hominem, apo edhe libra me pretendime dokumentare. Megjithatë, ne jemi të gjithë dëshmitar kushdo që përcjell opinionin publik se ka pasur autor ku pas një kohe janë distancuar nga një pjesë të dhënave që i kanë ofruar në librat e vet. Ose kanë pranuar se ka pasur egzagjerime në paraqitjen e rrjedhës së ngjarjeve. Ku e shihni ju vijën mes objektivitetit edhe subjektivitetit të një autori i cili mund të ketë qenë protagonist ose bashkohës i një ngjarjeje të madhe? Pra si studiues i historisë, çfarë do t'i sugjeronit lexuesit laik të historisë? Si duhet ai t'i qaset literaturës së shkruar nga autorët e vendit të vet? Unë mendoj që Me qenë se ne këtu nuk jemi historian me profesion, andaj e bëj pyetjen për gjithë, në mund gjithë. Po. Edhe pse po shoh historian publik ama. Ka, gjithë nuk jemi. Unë mendoj që objektiviteti më i kulluar është subjektiviteti më i skajshëm. Sa më subjektiv që treguami, ky është objektiviteti më i kulluar. Në fakt, aty ku ndoshta bin në Grock autorë të cilët shkruajnë për luftën duke qenë vetë pjesë e luftës, është pikërisht kur përpiqen të jenë në mënyrë selektive objektiv. Dëshmitë më të mira të luftës janë ato cilat janë dëshmitë më subjektive. Në literaturën e shkruar për luftën e fundit në Kosovë, deri sot kemi diku rreth 40 ditar të shkruar gjatë luftës, prej ushtar, gazetar, njerëz të zakonshëm, në disa raste madje edhe prej fëmijë. Ato janë disa prej veprave, unë mendoj, që paraqesin burime të dorës së parë për luftën e fundit në Kosovë. Dhe janë burime mirëfilli primare historike. Si të tilla, ato kanë vlerë të pashmuar për studimin e historisë të fundit të luftës në Kosovë. Sepse kur ato mirën dhe studion qoftë për historianëve në radhë parë, por edhe për studiuesve të fushave të tjera, sigurisht që ato nuk mirën shqetur. Ato lexohen duke pas parasysh kontekstin kur janë shkruar profilet e autorëve të tyre, dhe duke i krahasuar me burime të tjera relevante të kohës, siç është që lufta e fundit në Kosovë është vërtet jashtëzakonisht shumë e dëshmuar. Ajo që ne na mungon anën tjetër është që ju i përmendet, nuk i kemi vetëm prej autorëve shqiptar, edhe autorë të huaj qëllon që janë teje të skajshëm në pikpamjet e tyre sa i takon luftës në Kosovë. Po përmeni vetëm një shembull, nuk e kujtoj si emër, po ka këtu një autor kanadez, i cili ka shkruar 2 libra për luftën e fundit në Kosovë, edhe që janë ndoshta shembuj më të skajshëm të varianteve ose pikpamjeve të autorëve serb për luftën e fundit në Kosovë. Arsyeja me sa duket është një rastësi, ai është martuar me një serbe, edhe ka bërë që ke domon një pikpamje shumë ekstreme sa i takon luftës fundit në Kosovë. Anon. Po, por unë mendoj që veçanërisht librat e shkruar për autorëve shqiptar për luftën e Kosovës kanë vlerë shumë të madhe për shkak se janë burime të dorës së parë.
Edhe atëherë kur ato mund të kenë mangësi, nuk është vetëm sa i takon vërtetësisë së dënave faktografike, por në mas të madhe janë edhe të kuruar dobët, do të thotë edhe si botime, si strukturim i tekstit. Shpeshherë gjejmë brenda të njëjtit libër, do të thotë ditar, dokumente, fotografi, do të thotë në mënyrë shumë bruto, të vendosura brenda kapakëve të një libri, që ma shumë ngjajnë si botime dokumentesh ose materialesh historike sesa si një libër mirëfilli i konceptuar. Ndërkohë që autorët e huaj sigurisht që nuk kanë mri me ndërtu gjithashtu një literaturë tamam të teme historiografike, ta zëmë mes studimeve që unë i konsideroj që janë shumë kapitale për luftën e fundit në Kosovë, ka një libër që është i vendosur këtu edhe në kopertinë një autore gjermane që ka bërë një përmbledhje të 208 dokumenteve më të rëndësishme për të njohur luftën e fundit në Kosovë, duke nisur nga kushtetuta 74-s deri tek rezolutat e OKB-s që ka vendosur misionin ndërkombëtare edhe protektoratin ndërkombëtar në Kosovë në 99. Shpesh dëgjoj kur takohem me shokë miq dhe flasim, si një lloj ankese paraqitet që institucionet nuk bëjnë sa duhet në kuptimin shkencor dhe studimor, jo vetëm për luftën e Kosovës, po në përgjithësi. Tani ekskluzivisht për luftën e Kosovës. A do duhet të kishte vepra të kësaj natyre që ju po i përmendni si studime më serioze, jo vetëm vepra individuale të protagonistëve ose studiuesve në mënyrë të pavarur, po a do duhet që për këtë çerek shekulli Kosova të kishte një material nga ana e institucioneve të shtetit, një material zyrtar, qoftë ai nga Akademia e Shkencave, nga Instituti i Historisë apo së bashku këto. Pse ka qaluar dhe ne nuk e kemi një libër voluminoz që dokumenton e fakton luftën e Kosovës? Krejt e kërkojnë zakonisht edhe miq që shoh kur kanë pa këtë libër, sigurisht që duhet një të tërë mi lezu 7.000 libra, po zakonisht njerëzit kërkojnë një libër të përmbledhur. Për luftën e fundit në Kosovë është e vështirë të ketë një libër si thosh të tillë studime nuk kemi shpeshherë as për luftën e dytë botërore. Kush don këtë lloj njohurie enciklopedike, zakonisht shërben me ato botimet e ilustruar, për shembull për luftën e dytë botërore. Unë nuk bëj pjesë tek ata cilët u vën faj si thosh shumë institucioneve. Institucionet jemi vetë nas, është shoqëria e Kosovës, një prej arsyeve të para, unë mendoj që ka të bëjë me faktin që në pas luftës nuk është se ne kemi pasur kuadro të gatshme të njerëzve të cilët kanë qenë të specializuar të studiojnë luftën. Edhe ka kërku shumë kohë mu ngritë si tush edhe institucioneve, kuadrot veçanta në domenën e cilëve mund të bije studimi i luftës të Kosovës. Por edhe po bëjmë një krahasim ta zëmë luftën e dytë botërore. Veprat më të rëndësishme për luftën e dytë botërore janë shkruar tek në fund të viteve 60 dhe gjatë viteve 70 të tutje. Vetëm pasi kanë kaluar të paktën 20 e më shumë vite për luftën e dytë botërore, sepse kërkon kohë tek identifikimi i burimeve, tek grumbullimi i tyre, studimi i tyre, sistematizimi i tyre, krahasimi i tyre, e kështu me radhë për në ardhur tek një vepër mirëfilli shkencore. Hapja e kësaj distance kohore, përveç se ndoshta i pjek kushtet për studimet mirëfillta, nuk rrezikon edhe humbjen e fakteve, burimeve ose personazheve protagonistëve që mund të kenë qenë të gjallë? A se ka dhe këtë rrezik, këtë dimension? E ka gjithmonë edhe këtë rrezik, po fati i mirë se takon luftës së fundit në Kosovë është që është përsërisë një prej luftrave më të dokumentuara. Ato 19 shtete të NATO-s cilat janë përfshirë në fushatën bombarduese mbi Jugosllavi, që gjitha kanë prodhu me miliona faqe materiale, raporte zyrtare të ushtrisë, të instituteve të ndryshme ushtarake, të ministrive të jashtme, të ministrive të brendshme, analizat të shërbimeve inteligjente e kështu me radhë, cilat janë të arkivuara edhe cilat pjesërisht në kohën kur na po flasim janë edhe të qasshme. Lufta e fundit në Kosovë ka një dimension shtesë sa i takon dokumentimit, është një luftë shumë e dokumentuar në rrafshën vizuale. Ka një mori burimesh audiovizuale nga koha e luftës së fundit në Kosovë vetëm. Agjencia e Lajmeve Associated Press ka publike mbi 5200 video nga 2 deri në 3 minuta e gjysmë për luftën e fundit në Kosovë.
ndërkohë që ka miliona, përsëris miliona fotografi të shkrekura gjatë luftës fundit në Kosovë, duke përfshirë edhe prej vetë ne, si të shqiptarëve që kemi përjetuar luftën nga brenda, ka pafund xhirime, ka pafund fotografi, dokumentime të ndryshme private, institucionale, pastaj fakti që këtu ka pas misione ndërkombëtare të organizatave të ndryshme ndërkombëtare, si OSBE-ja, të organizatave humanitare, veçanërisht gjatë 98-ës dhe fillimit të 99-ës, ka bërë që të ketë material të shumt që është shumë i strukturuar. Edhe në rastin e luftës në Kosovë, luftës të fundit në Kosovë, unë mendoj që nuk është se vujmë nga mungesa e fakteve dhe dokumenteve. Kritika ose shqetësimi që treguohet në publik për mungesë të fakteve, unë mendoj që më shumë i atribuohet ose duhet të atribuohet atyre lloj dëshmive të cilat janë të përkthyeshme në dëshmi për gjykata ndërkombëtare. Halli i madh nga përshtypje gjithë aty që flasim për këtë frikë i referohet pikërisht kësaj pjese. Problemi më i madh është jetimi tek ana e drejtësisë ndërkombëtare humanitare dhe jo shumë tek studimet historike së këtij luftës. Pak për te këtij libri tani si historian, pasi ju gjetëm, do t'ju pyesim. E kam pas lexuar para shumë vitesh një thënie nga një autor i huaj emri i cilit nuk po më kujtohet, gjatë 2-3 ditëve të fundit, duke para pakët program u mundova boll që ta gjej diku po e kot, dhe i cili thot një historian duhet ti ngjasoj thot një prokurori, jo një gjykatësi. Pra e bën një analogi mes historianëve dhe juristëve. Thot çfarë bën prokurori? Prokurori i mbledh faktet dhe i prezanton. Ndërsa gjykatësi gjykon mbi ato fakte. Në këtë kontekst ekziston gjithashtu një përshtypje publike që historiografia shqiptare ka pasur, ndoshta tash më pak në studiues të rinj, po ka pasur ngjyrime bukur të theksuara bardhë dhe zi në trajtimin e ngjarjeve, të cilës do periudhë qofshin ato, dhe të cilës do temë, qofshin ato identitare, qofshin të ekspeditave ushtarake, të regjimeve politike e kështu me radhë. Nisur nga kjo, unë dua t'i parashtroj dy pyetje. E para, a mendoni se historianët shqiptar janë më tepër prokuror se gjykatës? Dhe e dyta, si shihni divergjencat narrative për kitazi me çështjet historike? A janë të pamjaftueshme faktet, apo pavarësisht fakteve, duhet shmangur uniformiteti në mendim dhe vlerësim? Pra, deri ku duhet dhe mund të justifikohet dallimi në interpretim historik për ngjarjet e njëjta? Kjo mund shpjegohet duke parë mbrapa në historinë e vet albanologjisë, studimeve shqiptare, të mënyrës se si janë themeluar ato prej, sidomos prej autorëve gjerman, në gjysmën e dytë të shekullit 19 e tutje. Arsyeja pse mund duket ashtu si thashë jo sikur historianët shqiptar shkruajnë ose gjykojnë mbi historinë bardhëzi, është për shkak të mënyrës se si janë mbitur institucionet që prodhojnë historiografi. Ato i takojnë vetëm periudhës së luftës së dytë botërore e tutje, do të thotë vetëm me themelimin e qendrës albanologjike në kohën e pushtimit fashist, do të thotë është hera e parë që studimet historike të shqiptarët janë institucionalizuar. Në periudhën e komunizmit në të dy anët, edhe tek ne në Kosovë, edhe në biset shqiptare përgjithsisht që kanë ngel në Jugosllavi, edhe andej në Republikën Socialiste të Shqipërisë, model ka qenë veçanërisht historiografia sovjetike, e cila ka qenë shumë e dominuar, kuptohet, prej historisë politike, historisë luftrave e kështu me radhë. Sa i takon historianëve në Kosovë, ka qenë një kopjem, një farformë i dyfisht. Në njërin anë janë kopju dhe janë marrë të gatshme tezat e historianëve, të cilat kanë qenë shumë zyrtare në Shqipërinë komuniste, dhe në anën tjetër janë kopju historianët e Jugosllavisë, të Zagrebit, të Beogradit e kështu me radhë, të cilët shpeshherë gjithashtu kanë qenë prodhim modelesh jo më të mirë të letemit të kohës. Sepse po flasim për një kohë kur historiografia në Europën qendrore, perëndimore, është futur mandej në një fazë krejt tjetër, dominuar me tazëm.
për shkollës analve, për shembull në Europën Perëndimore, tek autorët francezë, tek autorë gjerman, kur historia është te i kalu, si tush historia ajo që quhet histori nacionale dhe është këmbgul tek nevoja që studimet historike të shtrihen tek historia sociale, historia kulturës, historia përditshmërisë, historia e artit, e religionit, e kështu me radhë, që për shumicën e studimeve të historiografisë shqiptare zakonisht kanë qenë më shumë dekore edhe kapituj si dush periferik të historisë, sepse vendin qendrore ka zonë si dush historia politike. Por, fatmirësisht, ka më shumë se 2 dekada që na jetojmë në një vend dhe në shoqëri të lira ku historianët mund të zhvillohen në mënyrë krejtësisht të pavarur, edhe mund të hulumtojnë sipas shijeve të tyre. Do të thotë nuk kanë tema të ndaluara, nuk kanë burime të mbyllura në farë forme. Nuk kanë asgjë që ata i kufizojnë ose i ndalojnë. Krejt çka duhet bërë është që sigurisht duhet të kalojnë modelet e autorëve paraprak që jo gjithmonë është si thoshe e lehtë. Ja, ka zhanre të munguara në historiografinë shqiptare. Sigurisht, për ta. Ne nuk kemi as për ata cilët kanë vdekur se nuk janë në politikisht aktiv. Nga që ata kanë një biografi të bujshme para se të bëhen politikan, për dallim. Jo, po biografitë e liderëve politik zakonisht konsiderohen më të lehta për të shkruar për shkak se aktiviteti i tyre është shumë i dëshmuar në baza ditore, do të ka prodhon shumë dokumentacion zyrtar. Edhe është lehtësisht i gjurmueshëm edhe në kohë reale. Përveç zhanrit të biografisë, diçka që mungon mos them totalisht në historiografinë shqiptare, për shembull është ajo që njihet si historia e përditshmërisë. E jetës së përditshme të njerëzve. Ne nuk kërsejmë marrë shumë me, madje shpeshherë ngatrojmë historinë e përditshmërisë, shpeshherë kemi besuar që bie ekskluzivisht në domenin e antropologjisë ose të gjyrmimeve etnologjike, do të ajo se si kanë jetuar njerëzit në një kohë caktuar, cilat kanë qenë strukturat dominante shoqërore, strukturat e fisit, të familjes, si janë veshur, cilat kanë qenë zakonet dhe traditat e tyre, cilat ka qenë kuzhina e tyre, kulturat e ngrënjes, hajet e tyre, jeta seksuale, traditat e martesës, të divorcit, besimet e tyre religjioze, ta zënë tek ne dhe historia e religionit mos madhe është më shumë histori e institucioneve fetare se sa histori e religionit në kuptimin e asoj se çfarë lloj kulture prodhon religioni në një shoqëri të caktuar. Historia sociale gjithashtu gjykoj është relativisht e munguar në historiografinë shqiptare, e artit po së po, aq më tepër që arti në formë të kultivuar tek shqiptarët është kryesisht vetëm pikë fundit që u e tutje, por unë gjykoj që edhe vetë historia politike, mirëfilli si histori politike, do të pa u përzi me histori të kulturës e kështu me radhë, është gjithashtu një zhandër jo fort i levruar të ne. Duhet të çmtohet tutje tek ne. Përpos studimeve, ju jeni familiarizuar edhe me median. Shpesh paraqiteni në emisione televizive, po edhe një kohë keni drejtuar emisionin Kodeks, ku keni pritur mysafirë të profileve të ndryshme. Kjo i bie se çdo herë keni qenë afër librit, afër mendimit dhe përgjithsisht kulturës. Cili është ndikimi i librit dhe i leximeve jashtë profesionit tuaj si historian në formimin tuaj kulturor tej formal? Është ndikim total. Pothuajse nuk ka ndikim jashtë stush jashtësoj trajektore. Ju përmendet misionin, por dhe me që takimin dhe bisedën tonë po e bëjmë në kuadër të një panairi si thosh të librit, ndoshta diçka që kam brejt gjatë kësaj përvojës time cilës ju i referut është që kam përshtypjen që ne vujmë nga një sindrom si shoqëri që është sindromi unë i kam vënë një emër i skolilatrisë, do të thotë një lloj adhurimi ndaj shkollës dhe një lloj paaftësie për me shkput librin si të tillë dhe leximin si kulturë nga shkolla. Edhe sot ta zëm nëse një i ri ose e re ose kushdo, po veçanërisht nëse një i ri ose e re shihet duke lexuar në një ambient publik, ta zëm në një kafe ose në autobus, të tjerët kanë prirën me thonë ai ose ajo po mëson.
jo po lexon, po mëson. Do thotë ku Sepse lexon vetë kur do të më mësua. po, lidhet ekskluzivisht si thosh me shkollën. Edhe natyrisht si thosh tekstet shkollore zakonisht duket sikur nuk I flasin fort botës tonë, si thosh përditshme, sepse I takojnë një zhanri të po, të disa shabloneve se takojnë edhe filozofisë së edukimit. Në anën tjetër, në Shqipëri, leximi është kulturë ndoshta disi më masive për shkak se për 5 dekada shteti ka përdorur dhe si mjet të propagandës. Këndej nga ne është I lidhur shumë ngushtë ende I nuk shqitet prej idesë së shkollës, po sot botë nuk ka temë, nuk ka prekupim, nuk ka pasion për cilin nuk ka libra. Nëse dikujt I pëlqen peshkimi, ka pafund libra për të. Nëse dikujt I pëlqen kamera, ka pafund libra për të. Nëse dikujt I pëlqen, ku di, ushqimi, gatimi, do thotë nuk ka diçka për cilën ju nuk mund gjeni s'kush libra. Unë besoj vazhdojmë me jetu në epokën e Gutenbergut, në epokën e librit, pavarësisht që informacionet e tij mund t'i marrin në formalisht në rrjetet e tjera. Ju I keni bërë edhe disa studime e hulumtime lidhur me Prishtinën. Më interesoj të dim për burgun e Prishtinës, për Eminxhikun si muze. A keni ndonjë informat apo a keni qenë pjesë e saj si po zhvillohet ruajtja kultivimi I traditës historike në Prishtinë së pari? Para disa muajsh, së bashku me disa autor kolegë të tjerë, në fakt kemi botuar, jo përmend në fillim të bisedës tonë, një libër në 2 vëllime deri tash për historinë e Prishtinës, që titullohet Prishtina në histori, edhe që është ndonëse një histori kronologjike, në fakt është goxha fragmentare. Vëllimi I parë është një përmbledhje me dokumente dhe me materiale të ndryshme historike sa I takon historisë Prishtinës, ndërsa vëllimi I dytë është përmbledhje me artikuj për themelimin e qytetit, për zhvillimin e qytetit në periudha ndryshme deri tek lufta e parë ballkanike. Ju më herët pyetët çfarë zhanre na mungojnë në historiografi, harrova të them se na mungojnë historitë e qyteteve. Edhe nga këto kemi relativisht pak. Edhe për Prishtinën, pavarësisht që është kryeqytet, nuk kemi një studim. Kemi disa libra për historinë e Prishtinës, që janë shkruar për njerëz cilët për arsye të profesionit të tyre në një periudhë caktuar të karrierës mund të kenë patur shumë materiale ose dokumentacion në përdor, për nga mund të ketë lind ideja të shkruajnë një libër për Prishtinën, por vazhdojmë me na mungu edhe për prizërimin, pavarësisht që ka pas disa monografi edhe në periudhën e paraluftës dhe pas luftës ose të fokusuar në kategoritë veçanta të trashëgimisë kulture të qytetit. Takon Prishtinës ju përmendet këto projektet për muzealizim, mes në tyne, po unë kam postat me qenë pjesë e projekteve për muzealizimin e historisë dhe trashëgimisë burgosurve politik gjatë gjithë shekullit 20 në Kosovë, që po ndërtohet në muzeun në burgun e Qarkut që shquj dikur, ose qendrën e paraburgimit në Prishtinë, ku po konceptohet një komemorim dhe një muzealizim I gjithë historisë të burgosurve politik në Kosovë që nga lufta e parë ballkanike deri në vitin 99. Ka një numër shumë të madh, besohet që të paktën 12.000 burgosur politik kanë qenë në Kosovë gjatë gjithë kësaj periudhe dhe fatmirësisht është një histori shumë e dokumentuar. Për shkak se burgjet janë institucione shtetërore dhe kanë prodhuar edhe dokumentacion zyrtar, por edhe dokumentacioni privat, arkivat personale të ish burgosurve politik, ka mira, fotografi, pastaj letra të burgut, vepra cilat janë shkruar në burgje ose me tematik të burgut, ato që studiosi letërsisë kanë kategorizuar si letërsi e burgut, mandaj gjësende personale, kështu me radhë që bëjnë relativisht më të lehtë stush muzealizimin e kësaj historie ajo që mungon Prishtinës, sikur edhe disa prej qyteteve tjera në Kosovë është një muze I qytetit. Në fakt që Prishtina ende nuk e ka e që shpresoj ta ketë, nëse nuk di të ketë ndonjë projekt aktiv për to.